Po, patjetër, po e doja të thoja diçka. Jam munduar të them, sidomos njerëzve të Partisë Demokratike, mos krijoni polarizimin sepse për çështje të vendit ton duhet një lloj solidariteti. Për shembull, për pjesën e taksimit, Partia Socialiste mban taksën progresive, Partia Demokratike mban taksën e sheshtë. Është e pamundur për një vend në zhvillim si ne të ndryshoj vazhdimisht regjimin e taksimit. Bota ekonomike ka logjik që ka dhe taksimet të ndërmjetme. Dhe vendi jonë duhet të ketë një mirëkuptim të forcave politike, të ketë një taksim i cili njihet nga të dyja partitë. E para që të respektoj më shumë njeriun e varfër dhe ta frymëzoj biznesin, por jo ta teproj me përkrajën shumë të madhe që po jep një pjesë të oligarkia financiare tash është në krizë dhe në perëndim edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo temë tjetër që do ta diskutojmë.